vetplagosje, thot policia, që ka ndodhur sot e një vajzë 18 vjeçare e cila ka qenë në hotel me të dashurin e saj 22 vjeç, është gjetur e vetplagosur në dhomën e hotelit, e ka ndërguar në spital, ka ndodhur të paktën në hotel Gjuta ka përshtypjen dhe në pronësi të Vladimir Gjutës, emra të cilët lidhen edhe me një incident të dyshuar në vendosjen e një lëndë shpërthyese disa vite më parë tek farmacia e babait të ish-ministrit të brendshëm të asaj kohe, Samir Tahiri. Ajo çfarë më bëri përshtypje dhe që unë po e trajtoj është si ka mundësi një vajzë 18 vjeçare me të dashën e saj 22 vjeç gjendet një armë dhe vetplagoset. Arsyet, motivet janë krejt të tjera. Çfarë tregon kjo? Të rinj me armë në përduar dhe rrezik për shkaktuar një ngjarje krejtësisht të rëndë. Këtu na vjen keq se është vajzë e re, por mbajtja e armëve është problem për shoqërinë shqiptare. Pra, shikoni edhe kemi një rast që mbajtja e armëve si një pasojë. Nga sa kemi parë media dhe që është raportuar dhe nga shumë media, në rezulton që vajza është vetë plagosur, sepse kishte dyshime, është janë parë pamjet filmike të hotelit, dhe ka rezultuar që në momentin e ndodhjes ngjarjes, vajza ka qenë vetëm dhe është plagosur me armën që ka pas aty. Janë arrestuar shumë persona këtë për ngjarje. Mendoj që nuk mund të ishte numër kaq i madh i arrestit, ke vetë plagosja është bërë nga personi konkret dhe poseduesi i armës, kush është, s'mund ta se duhet të jemi dhe korrekt. Policia ka ngritur për mos kallëzim kriri për fshirje të gjurmëve. S'mund ta arreston, pavarësisht se është një emër që është përfolur shumë herë, domethënë është si të thosh siç që ka pasur precedent, më sa nga pikpamja ligjore, nuk mund të arrestohet tash se na kthehemi tek ai rasti i revolverit, që për një revolver të skeçit arrestohen 5 vetë. Ngjarja, edhe policia që kishte bërë deklaratën zyrtare ishte treguar korrekte kuptimi që tha, shikon rastin konkreta, është verifikuar pamjet filmike dhe ka rezultuar që në momentin e ndodhjes së ngjarjes vajza ka qenë vetëm. Pra nuk është se kemi të bëjmë me një ngjarje kriminale, tash shkaqet dhe motivet pse kjo vajzë ka vrarë, ka tentuar të bëjë këtë akt. Atëherë do ta sqaroj hetimi. Ajo tjetra që diskutojmë është për problem mbajtja e armëve. Kjo është shumë shqetësuese Kjo është një problem që vlen të ndalojmë. Mbajtja e armëve është një problem shumë i madh për shoqërinë shqiptare, se mbajtja e tij duke pasur parasysh dhe temperamentin e shqiptarëve që janë pak sanguin, mund të sjellë pasoja shumë të rënda. Pra diçka që një sherr, diçka në rrugë ose një moment i caktuar, sjell ngjarje të cilët nuk mund të riparohen më. Shqyqy që në rastin konkret do të thonë diçka fat kuptimi që nuk ka ndodhur. Vajza ka shpëtuar, është në gjendje të mirë. Ka shpëtuar në gjendje të mirë. Kemi një armë që do provohet nga hetimi se i kujt është. Dhe shqyqy që është ngel me kaq, por problemi i armëve në shoqërinë shqiptare është një diçka që ne duhet të ndalojmë, duhet ta analizojmë si të heqim armët nga përdorja. Ato armë nuk mund të hiqen sepse armët ka bërë dhe përpjekjen kohë diktaturës të Enverorës dhe prapë shqiptari nuk e ka heq armët. Ke armë të cilët kanë qenë mbajtura që nga kohë e luftës, që nga kohë e austriakut, që ka pas në zonat, për shembull zonën e Fushkujës, kanë pas dhe mitraljosit kohës 1918-s, në kohën e luftës së parë, që ka qenë lufta e parë 1914-1918. Ky është një fenomen i cili duhet shkolla të bëjë ato të vetes, është një vajzë e re, është 18 vjeçe, pra shkolla, familja duhet të ndikojë më shumë që edhe po ta shohësh një person rrethit tënd, të mos prekësh armët, të mos merresh me armë. Kjo ka pas dhe një rast tjetër që është referu nga çfarë pa mbete një tentativë që për me plagos veten. Motivet tash dhe do shihet. Motivet janë krejt të tjera, por do shihet edhe rasti, por mbajtja e armëve është pa justifikueshme. Pra, dhe prandaj ndryshimet e bëra në ligjin e armëve është rritur. Por në lidhje me arrestet unë jam pak skeptik kuptimi që duhet jemi të kujdesshëm në mund të detyrim në paraqitje, po themi, ëh? Jo, duhet kemi parasysh dhe në arrestet, pra për një armë arrestuar ishin shumë persona të shpahur në kërkime. Neve duhet autorin e ngjarjes duhet të arrestohet, poseduesi i armës dhe personin në fjalë. Ja mund ta lexoj, u arrestuan në flagrancë shtetasit VG 46 vjeç dhe MR Gjë, 48 vjeçe për moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, u shpallën në kërkim shtetasit SG 49 vjeçe, Gjë 24 vjeç për moskallëzim krimi, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, si dhe shtetësia i Gjë
për të njëjtat vepra penale, si dhe për armbajtje pa leje. Pra, arma ka qenë 22 vjeçarit. Është e njëjtit, pra, është e njëjtit. E 22 vjeçarit. Tani kjo është situata. Edhe për sa i përket plagosjes, për shembull, sepse një person që tenton të vrasë vetëm mund gjetë mjete tjera, pra ka gjetë një armë. Po, për shumë fatale arma. Kjo është problemi. Kena pas një rast, nuk po e përmend si rast. Jo, nuk ka nevojë thjesht fenomenin. I mori armën shokut që ta shofi, do thonë, merr armën e shokut, bravo vetëm, i prishi dhe puna disa arma, ka rregull për mbajtjen e armës. Pra mori armën e shokut, gjeti mjeti, i prishi punë shokut. Pra ai person e mori 2 minuta, u fut në makinë dhe e kishim si rast, domethënë, po u diskutu shpërdorimi i armës, rregull për mbajtjen e armës, po armët me leje ka rregull për mbajtjen e armës. Pra është ndahet penale ose administrative. Por është një diçka. Në këtë rast nuk mund të kesh përdorim armatimi përsa ku nuk ke leje për ta mbajtur. Kurse rastin konkret poseduesi i armëve ka kryer vepër penale të mbajtje pa leje, është në vend publik dhe madje edhe kjo që ka realizuar këtë veprim që ka prekur e ka poseduar, sepse provohet posedimi i armës zjarrit për shkak se e plagosur, vetë që sa ke pranuar vetë i plagosur, nga pamjet filmike del pikërisht vetëm këtë dhomë që ke realizuar këtë vepër. Fat që s'ka ndodhur pasojë e rënda, duhet marrë masat, kuptimi dhe trajtimi mjekësor i vajzës që të mos ta përsërisim më në tamë. Faleminderit Karanja. Si është shef? 22 vjeç me armë, dashur 18 me armën vetë plagoset. Andi. Ç'është kjo rini? Parë në kontekstin e përgjithshëm, domethënë është shqetësim. Parë në kontekstin e ngjarjes konkrete, kemi të bëjmë me një rast fatkeq, sepse edhe sikur të ketë pasur dëshira jo për ta bërë vetë plagosjen, vetëm po ta pranoj vetë, të thotë që kam dash vetë. Po ta ketë bërë plagosjen nga mosnjoja e armës, prap, domethënë është një rast fatkeq, por kjo ngjarje është alarm në 2 drejtime. Spari janë bërë shqetësime serioze të gjitha hotelet në Shqipëri që hinë dhe dalin njerëz të pakontrolluar. Policia e shteti duhet gjej forma dhe metoda për të diktuar, se ne kemi diktuar që duhet maj kamera çdo biznes. Po. Po ne nuk i kemi diktuar që çdo hotel të ketë detektor. Për armatime, për thika, për gjitha armët e ftohta dhe armët e zjarrit që posedohen nga njerëz, sepse hotelet më së shumtit i frekuentojnë rinia. Dhe normalisht po ti referohemi pak më larg, të ikim më larg, sot është kthyer në fenomen frekuentimi i poligoneve të qitjes. Po në poligonet e qitjes nuk shkon burri me gruan. Shkojnë kryesisht të shoqëruar të dashuruarit. Po. E ushtrojnë pasion për njohjen e armatimit. Dhe normalisht këto intervista policia e shtetit duhet i bëjë tek poseduesit e poligoneve të qitjes. Tek pronarët e poligonit të qitjes, tek instruktorët, si tek kategoria e njerëzve që frekuentohen. Për të krijuar e njëjta gjë për hotelet. Në mënyrë që hotelet duhet të kenë kontrolle të rrepta. Sepse vinë shtetas të huaj, shtetas shqiptar, armatim, pa fund. Nga vinë dhe përse është bërë trendi armatimin në Shqipëri. Grupet kriminale, sidomos ata trafikimu të armëve, jo vetëm në Shqipëri, po në Turqi, në Serbi e tjerë, janë të informuar që trendi i rinisë shqiptare është mbajtja e armëve. E kanë trend. Armë dhe sidomos armë të modeleve të fundit, të kalibrave të ndryshme. Dhe policia ka të evidentuar minimumi 3 koridore të tregtimit të armëve. Sot, 2 që vinë nga rrugët Bosnjë e Hercegovinë dhe Serbi, Malzi dhe Kosovë, që vinë drejt Shqipërisë për të tregtuar edhe një koridor që vjen nga Turqia. Paktën kaq kam informacion unë. E qartë. Po këto janë kuriozitetet çfarë referohen. Policia e shtetit në këtë pikpamje nuk them se s'ka punuar, ka goditur disa grupe, por gati tregtimi i armëve në Shqipëri është bërë si tregu i domatave. Domethënë janë përfshirë shumë grupe kriminale që merren me tregtimin e armëve. Dhe çdo ditë dëgjojmë ne që jo te fresku, jo tek të nxehtit, u kap ky grup, u godita i grup.
A ka një formë dhe metodë tjetër për të parandaluar hyrjen e armëve në mënyrë të paligjshme në Shqipëri? Sepse ne në ligj kemi armët e gjahut që tregtohen me licencë. Nesër do të lejohen edhe armët e brezit, armët luftarake etj. etj. Siç i ka në shumë vende të botës. Ama ne nuk na pengon asgjë e ligjshme për të luftuar të kundraligjshmen, sepse prandaj e kemi institucionet. Duhet ngritur sistemet e monitorimit të informacioneve të kualifikuara, të shërbimit informativ shtetëror, të policisë kriminale, me qëllim që kontingjenti që merret me problemin e tregtimit të armëve, sepse thash është bërë si tregu i domate. Po, në shkryr problem. Por, të shkojmë që hotelet në Shqipëri, ato hotelet me 5 syje, resortet turistike, qeveria i ka favorizuar në pikpamje të taksave të tatimeve që i ka përjashtuar 5 vite, 10 vite, investitor strategjik, favorizimin pikpamje fiskale plot. Tashti, nëse ju ke bërë gjitha këto lëshime, në pikpamje të sigurisë duhet të kërkësh rregull. Për 2 arsye, pa viktimizor njerëzit pa formim, dhe të pa specializuar në Shqipëri si puna e vajzës 18 vjeçare. Së dyti prishet imazhi i turizmit në Shqipëri. Pra qeveria, ashtu si që sheh perspektive në zhvillimit të turizmit shumë të rëndësishëm për jetën në Shqipëri, edhe për të ardhmen, edhe për të ardhurat, edhe për punësimin, frekuentimin e tjerë, duhet shikoj me një plan të veçantë çështjen e sigurisë së hoteleve, sepse edhe këta njerëz që janë të rregullt, plagosin veten nga mosnjoja, ose nga depresioni, ose nga ndarjet që u vinë të rive, dhe në moment caktuar, nga goditja që pësojnë për shkak të ndarjeve midis qifteve, vendosin vetë flimin, vetë plagosjen, etj. Është një fenomen sa social edhe kriminal. Me qartë. Dhe në këtë pikpamje duhet një punë e rëndësishme në çdo drejtim, duke kombinuar shumë gjëra, edhe me Ministrinë e Turizmit dhe me Policinë e Shtetit, por edhe me disa probleme që kanë të bëjnë për mendimin tim edhe me shërbimin informativ shtetëror, për faktin sepse është parë, kjo është rast fatkeq që unë e klasifikohet që në fillim, por me sa kemi dëgjuar, po përdoren edhe nga shtetet të Ballkanit për ta destabilizuar Shqipërinë, dhe tentativa për të futur sa më shumë armë në Shqipëri mund të bëhet edhe me një qëllim të caktuar për ta adresuar ose për ta eksportuar konfliktet, për t'i futur në Shqipëri, për t'i futur në Kosovë, për t'a futur në Maqedoni, për t'a futur në Malzi, bi fjala. Sepse kanë interesa. Dashakese. Pra ne thash që duhet një shërbim kompleks, duhet një strategji komplekse për ta studiuar në çdo pikpamje. Sa ja rrihet pastaj? Mundësit i kemi.